Pas një ndërprerje prej 24 orësh, sot rifilloi operacioni anti-kanabis që po zhvillohet prej 6 ditësh në zonën e largët malore të Dukagjinit. Forcat policore janë spostuar në një zonë më të thellë, ku siç thonë ato, asgjësuan edhe 2200 bimë narkotike. Siç njofton korrespondenti ynë Pullum Sulo, forcat speciale arrestuan sot një 19 vjeçar të dyshuar si një nga personat të cilët qelluan me armë një helikopter të përfshirë në operacion. Pas një ndërprerje për 24 orësh, ka rifilluar në mëngjesin e sotëm operacioni policor antikanabis në zonën e Dukagjinit me arrestimin e njërit prej personave të dyshuar si autor të goditjes me armë në drejtim të helikopterit të Ministrisë së Mbrojtjes të përfshirë në operacionin antikanabis, si dhe kundërvënies me armë ndaj forcave të policisë. I arrestuari është një 19 vjeçar, banor i kësaj komune, për cilin tashmë po hetojnë organet e prokurorisë. Helikopteri i Ministrisë së Mbrojtjes u godit 2 herë me armë zjarri, duke e detyruar të bëjë një zbritje të paparashikuar. Policia kishte lënë një shpërblim për 100.000 eurosh për cilin do që do të jepte informacione të vlefshme për arrestimin e tyre. Ndërkohë, Ministri i Mbrojtjes Mimi Kolleli, në një takim të zhvilluar sot me pilotët e helikopterit të dëmtuar, i falenderoi ata dhe vlerësoi aktin e tyre si një shembull të mirë për të gjithë shoqërinë shqiptare. Po sot, forcat e policisë ndaluan edhe kryeplakun e fshatit Plan në komunën e Pultit, zonë kjo ku deri tani është zbuluar edhe sasia më e madhe e bimëve narkotike të asgjësuara. Ky shtetës dyshohet se duke qenë në detyrën e kryeplakut të fshatit, nuk ka zbatuar ligjin për të njoftuar organet e policisë për kultivimin e bimëve narkotike në territorin e fshatit të tij. Kështu tashmë ka shkuar në 3 numri i personave të arrestuar, ndërkohë që janë shoqëruar për të pyetur në polici edhe 26 banor të tjerë të zonës së Dukagjinit. Në ditën e 6 të operacionit antikanabis Dukagjini, i cili cilësohet si më i madh pas atij të Lazaratit, forcat policore janë shpërngulur në një zonë tjetër të largët malore, atë të fshatit Sum dhe fshatit Gjan në komunën e Pultit. Gjatë paraditës së sotme, forcat e policisë arritën të asgjësojnë me djegje në këtë zonë rreth 3200 bimë narkotike të mbjella në 15 parcela të vogla dhe shumë larg zonave të banuara, duke quar kështu në rreth 90.000 numrin e bimëve narkotike të asgjësuara deri tani në zonën e Dukagjinit. Ndërkohë dyshohet se kjo është vetëm një pjesë e vogël e bimëve narkotike të mbjella këtë vit në komunat malore të Dukagjinit, gjë që le të mendohet se në këtë zonë mund të asgjësohet një sasi kanabisi shumë më e madhe se ajo që u zbulua dhe asgjësua disa javë më parë në një operacion të ngjashëm në Lazarat. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.